Vlla dhe motër të begatoftë i madh i Zot, thelloje dashurinë për Krijuesin, ti kesh gjithë të mirat e kësaj bote. Thelloje dashurinë për Krijuesin, ti kesh gjithë të mirat e botës tjetër. Thelloje dashurinë për Krijuesin, ti kesh çdo begati të kësaj bote dhe botës tjetër. Ti kesh gjithë të mirat, gjitha lumturitë dhe çdo begati që ka krijuar i madh i Zot për njerëzin. Themeli është ta dush atë që të dha jetën dhe atë që nuk peja si të mirë, vetë se e ke prej atij. Kjo në fakt, la'allekum tattaqun. Çfarë do thot në mënyrë që jeni devotshëm, në mënyrë pra që ta doni Zotin dhe të ecni me mësimet e Tij. Ta dush Zotin shumë, frikë respektin ndaj Tij, shpresat ke i madh i Zot, të ecësh me mësimet e Tij. Akoma në kulturën, në mentalitetin që është kultivuar të popullit tonë, që nuk ka nder më të madh, nuk ka begati më të madhe, nuk ka pastërti më të madhe, nuk ka bukuri më të madhe, nuk ka ndershmëri më të madhe, nuk ka drejtësi më të madhe, nuk ka moral më të madh, se sa të ecësh me mësimet e Atij që të ka krijuar dhe do ndosh i mëshirshëm shumë. Po njerëzit mendojnë, hasha lillah, që me ecë me mësimet e të madhit Zot është barë. Të ecësh me mësimet e të madhit Zot, jetu ecë me mësimet e Krijuesit madh të këtij universi.